në një vend tjetër. Ky mishmash, për të realizuar ky mishmash, DHL, DHL-ja, me urdhër të qeverisë, ka shkel kontratën dhe ka kontraktuar nën kontraktor të tjerë të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me Partinë Socialiste. Ndonse kontrata parashikonte asnjë lloj nën kontraktimi nuk mund të bëhej, sepse këtu DHL u pranuan nga ne, DHL-ja, për shkak të reputacionit të saj. Por segmenti shqiptar i DHL-s funksionoi krejtësisht sipas urdhrave porosive të qeverisë dhe të Edi Ramës. Zarfat, votat, nuk u mbushen nga qytetarët e regjistruar, por ato në mira prej tyre u plotësuan nga patronazhistët të dërguar nga Tirana, nga punojës apo ish punojës të ambasadave dhe solli një manipulim të dalë jashtë kontrolli, aq vulgar dhe aq banal, sa që u doli tërësisht jashtë çdo kontrolli. Dhe tani, ndër të tjera, dora e zezë e postës shqiptare është një nga faktorët e tjerë që ushtri mbi votën e diasporës. Imagjinoni ju magazinat e postës shqiptare se si lukunia e patronazhistëve ribëri nga e para votat siç deshi. Ky është një proces i kriminalizuar në shkallën më të lartë, që kur nuk do të njihet dhe nuk do pranohet. Për të ilustruar këto që them, kemi sjellë vetëm disa shembuj. Faleminderit. Kemi sjellë këtu disa shembuj ku zarfa të numëruara apo vota të numëruara janë 12.290, kurse të dërguara janë 11.872. Kjo sepse ata që kanë plotësuar zarfat, votat, ata nuk kanë patur të ndalë. Kanë të kaluar edhe shifrat, edhe këtë dhanë. Tjetër, këtu, në këtë rast, Dibër, nga 7.733 zarfa të numëruara, janë dërguar vetëm 7.547 në total. Pra, edhe këtu, janë shtuar mbi 200 zarfa nga në plotësi me sipër të ndihmojnë partinë. Tjetër, Durrës, 20.600 të numëruar 20.680 zarfa. 500 sa me 520, jo 560 më shumë, sepse janë gjithsejt 20.116 zarfa. Vazhdo. Firë, 27.191 zarfa janë numëruar. Në fakt kanë qenë gjithsejt 26.212. Pra po thuaj se 1.000 zarfa më shumë. Nuk ka
Në Kukës, 3.003 zarfa kanë qenë gjithsejt 2.917 në total. Në Shkodër, 13.000 janë numëruar 13.959 zarfa, kanë qenë gjithsejt 13.533 në total. Në Tiranë, janë numëruar 23.773 zarfa, nga 22.400 në total, pra 1.300 më shumë. E shifti pra se nuk janë ngopur së futuri, kur i kanë plotësuar vetë, së futuri zarfa në kutit që kanë ardhur, në posta, apo në magazina, apo kudo domethënë. Edhe një ratë të parën, tani vazhdo po. Tani kemi sjellë disa shembuj të votimit si në Korenë e Veriut, ose si në vitet 80 në Shqipëri, ku 97% kjo në këtë kuti, 10% ka aleanca e Partisë Demokratike dhe Aleanca Shqipëria Madhështore, 300